ideja jam është më u zhvillu Kosova, më u zhvillu shpejt ekonomikisht, për shkak se duhet më ju spjegu njerëzve, nuk muj me pas pensione më të larta, rroga më të larta, spitale më të mira, shkolla, kur gjo nuk muj me pas më mirë nëse nuk ka zhvillim ekonomik. A më bashkë kur gjo? Për me mrija të zhvillim ekonomik, kushdo që në pushtet, mundet me gjetë sot dush njerëz ditur, të mençëm, që i bojnë kalkulimet, që të tregojnë cilat janë detajet për me mri kur e ke vizatu cakun, kur e ke tregu ëndrrën, çka po dën. Këtu ka shumë probleme se njerëz që kanë ardhur në pushtet nuk e kanë qatë ide. Ata kanë pas ide në marrë në pushtet, kanë ardhur në pushtet kundër dikuj, me shti do hajnë në burg që si kanë shtihit, po i kanë prodhu dhe do tjerë. Një farë forme kanë ardhur në pushtet mu hakmarë, jo të e vizatu ëndrrën. Sikur ta kishin qatë ëndrrën. Aksa si komunistët mas luftës botërore. Absolutisht. Sikur ta kishin atë ëndrr, atëherë i kishin gjetë rrugët për me mri deri te caku. Nuk janë të i lyp, na nuk e kemi veç të vëshën, na kemi energjin që e kanë mytë. Nuk mundëm me besu në qysh vetë Kosova i mytë projektet e veta. Nuk mundëm me besu. A ka dikush që nuk e kupton një formul te për të thjesht, te më të thjesht në botë. Nuk ka zhvillim ekonomik pa energji. Pik. Që do një bëni, që menu njësë, të na marë dhe 1.000 euro për megawatt. Qa që jemi të na kushtu megawati. E këta kanë dalë në protesta, të na thonë që 85 euro është te për shtrajt. Ju kujtohet. Na jemi të infiltrumë në kry, se armiq tonë jënë të mri me na bind, më konë kunder vetës. Dikush thot duhet me mbrojt shtresën e ozonit, Kosova me mbrojt shtresën e ozonit, kur shtetet tjera të mëdha emitojnë 1 milion herë më shumë se na. Kina, për shembull, është jashtë kontrollit. Absolutisht. More Serbia. Kur e kemi mytë në projektin ton, ata kanë ndërtu termocentralit reja me në Serbi, po, Bosna kanë ndërtu, edhe në region po ndërtuan. E na thojmë dojmë me rujt energjin, mjedisin. Si do qoftë, kemi problem me norma tatimore, me format taksave, që taksojmë edhe pse. Kemi problem me bariera administrative, mallin amet në dogan pa nevoj, vonohet, kur vonohet mundet mu prish, dikush nuk mundet me dorëzu mallin kohë. Këtë janë kosto totalisht të panevojshme. Prap, unë ka herë mendoj, çau të na bo dikush neve, pse na e bojmë vetës kështu. Dhe këtë këto duhet me i zgjidh, absolutisht, duhet me i heq barierat, jo tarifore, për i thom tash edhe pse përdore në natyra tjera, po barierë jo tarifore për biznesin është nëse i met një kamion në dogan. 3 dit, 4 dit. Është edhe kosto, është gjithë qka është. E tjera. Shumë qka i kemi në program që dojmë i botë qëllimi është me u zhvillu Kosova. Nuk ka qëllimi që është po dënë dikush me interpretu, me ju një muna oligarkëve të cilët nuk eksistojnë funit, ose bizneseve të mëdhaja. Nuk ka qëllimi për dikend, as kundër dikujt. Qëllimi është për gjithë. Vetëm që duhet unë me i thonë popullit Kosovës nuk mundet me të ndodhë mrena natës. Nuk ka me u vënu 10 vjetë, po mundet me u vënu 6 muaj, 1 vit, mundet me u vënu 2 vjetë për me pa efektin e jashtëzakonshëm nëse veç ndrojmë këto norma.